Po çfarë nëse do t'ju thosha se ekzistonte një njeri, duart e të cilit ishin njollosur me gjakun e 100 njerëzve? Jo ushtar në luftë, jo armiq në fushbetej, por shpirtra të pafajshëm të vrarë me qëllim, njërin pas tjetrit. Jetë të marra në zemërim nga zakoni, pa hezitim. Dhe çfarë nëse do t'ju thosha se kur ky njeri vdiq, Allahu e fali? Jo sepse kishte mësuar përmendës shkrimet, jo sepse kishte kaluar netët në namaz, jo sepse kishte agjëruar derisa trupi i tij u dobësua, por sepse në fund të fundit të jetës së tij, zemra e tij lëvizi një hap drejt Allahut. Kjo nuk është një histori për vrasje, kjo është një histori për mëshirë, dhe është më e frikshme dhe më shpresodhënëse nga sa mendoni. Para se të fillojmë, abonohuni te kanalin musliman dhe më tregoni në komente nga jeni duke shikuar tani. Nëse jeni gati, le të fillojmë. Ishte një njeri nga bijtë e Israelit. Ai jetonte në një tokë ku jeta ishte e lirë dhe dhuna ishte e njohur. Dhuna nuk ishte befasuese. Vdekja nuk i ndalonte rrugët. Thirrjet për ndihmë shpërfilleshin. Askush nuk mbante mend kur kishte vrarë viktimën e tij të parë, sepse mëkati i parë ndihet gjithmonë i rënd, por përsëritja e bën të lehtë. Një jetë, pastaj një tjetër, pastaj edhe një tjetër. Zemërimi u bë i shpejt, pendimi u bë i ngadalt, gjaku u bë normal, çdo vrasje i forconte zemrën, çdo krim e varroste ndërgjegjen e tij më thellë. Kur veprat e tij u numëruan, 99 shpirtra kishin rënë nga duart e tij, 99 familje të shkatëruara, 99 nëna që qanë derisa lotët u tharën, 99 varre të mbushura për shkak të tij, 99 mëkate më të rënda se malet. Dhe megjithatë, ndodhi diçka e papritur. Në cepin më të thellë, më të errët të zemrës së tij, një pyetje filloi të përshpëritej, jo me zë të lartë, jo me besim, por me këmbëngulje. A ka ndonjë rrugë kthimi? Ai u pyeti njerëzve të tokës së tij, kush është personi më fetar këtu? Ata nuk e dërguan te një dietar, nuk e dërguan te një mësues, e dërguan te një murg, një njeri i njohur për adhurim, për izolim, për rrethësi, një njeri që falte shumë namaz, por kuptonte pak. Vrasi qëndroi para tij, me duart duke u dridhur, me zë të rënduar nga fajësia. Kam vrarë 99 njerëz, rrëfeu ai. A ka pendim për mua? Murgu e shikoi atë, jo me dije, jo me urtësi, por me frikë. Ai pa mëkatin, por jo mëshirën e Allahut, dhe u përgjigj me një fjalë. Jo, e ftohtë absolute përfundimtare. Në atë qast, shpresa u shemb, dhe kur shpresa vdes, mëkati bëhet i dhunshëm. Zemërimi i njeriut shpërtheu dhe ai vrau murgun, 100. Duart që kërkonin falje u kthyren në gjak, dhe megjithatë, madje edhe pas vrasjes së 100, pyetja nuk vdiq. Kjo është mrekullia. Një zemër e njomur në errësirë, por që ende kërkonte dritën. Ai pyeti përsëri, kush është njeriu më i ditur në tokë? Këtë herë nuk e dërguan te një adhurues, e dërguan te një dietar, një njeri që e kuptonte Allahun, një njeri që dinte mëshirë, një njeri që dinte ekuilibrin midis drejtësisë dhe shpresës. Vrasi qëndroi para tij dhe rrefeu gjithçka. Kam vrarë 100 njerëz, tha ai. A ka pendim për mua? Dietari nuk u tund, nuk bërtiti, nuk tha jo. Tha,
Po, dhe në atë qast, njeriu ushem, jo fizikisht, por nga brënda. Dietari vazhdoi, çfarë qëndron midis teje dhe pendimit? Pastaj tha fjalë që ndryshuan gjithçka. Por ti jeton në një tokë të keqe, lëre atë. Shko në një tokë ku njerëzit e adhurojnë Allahun, adhuroje me ta dhe mos u kthe kurrë në këtë vend. Dituria hapi një derë që ignoranca e kishte mbyllur fort. Për herë të parë në jetën e tij, njeriu i ktheu shpinën mëkatit. As një zinxhir nuk e mbante, as një roje nuk e ndiqte, vetëm qëllimi. Udhëtimi ishte i gjatë, çdo hap ishte i dhimbshëm, çdo frym ishte e rëndë. Pesha e 100 jetëve shtyhej mbi gjoksin e tij. Por ai prap shkonte, larg gjakut, larg errësirës, larg atij që kishte qenë dikur, drejt bindjes, drejt mëshirës, drejt Allahut. Por ai nuk arriti kurrë në fshat. Para se të shihte njerëzit e tij, para se të falte namaz me ta, erdhi vdekja, dhe ai ra në rrugën midis mëkatit dhe shpëtimit, midis atij që ishte dhe atij që po përpiqej të bëhej. Ndërsa shpirti i tij linte trupin, çështja nuk mbeti mbi tokë, qejt u përgjigjen. 2 grupe engjëj spritën, engjëj të krijuar vetëm për drejtësi dhe engjëj të krijuar vetëm për mëshirë. Engjëjt e dënimit folën të parët, ata thanë, ai nuk kreu asnjë vepër të mirë. Dosja e tij është e mbushur me gjak, duart e tij mbaruan jetë, jo namaze, një jetë krimesh, një rrotull i rënd me mëkate. Pastaj engjëjt e mëshirës u përgjigjen. Ai e la tokën e tij penduar, ai u largua nga mosbindja, ai u nis duke kërkuar Allahun, zemra e tij po lëvizte drejt drejtësisë. 2 të vërteta qëndruan përballë njëra tjetrës, një e kaluar e njomur në mëkat dhe një zemër duke u kthyer. Çështja i u paraqit Allahut, dhe Allahu, mëshira e të cilit është më e madhe se krijimi i tij, dërgoi një engjëll tjetër për të gjykuar midis tyre. Ai urdhëroi, matni distancën, matni midis tokës së mëkatit që braktisi dhe tokës së bindjes që kërkoi. Jo vetëm me qëllim, jo me pretendime, por me drejtim. Engjëjt matën dhe, me mëshirën e Allahut, e gjetën atë më afër tokës së drejtësisë, me gjatësinë e një dore. Disa transmetime thonë se Allahu urdhëroi tokën të afrohej. Të tjerat thonë se ndërsa erdhi vdekja, gjoksi i tij u priu përpara drejt tokës së bindjes. Në çdo rast, Allahu donte ta falte, dhe kur Allahu do mëshirën, asnjë mëkat nuk mund t'i qëndroj përballë. Kështu Allahu e fali atë, dhe një njeri që toka e kishte refuzuar u pranua nga Zoti i botëve. Një njeri me 100 vrasje hyri në mëshirën e Allahut. Jo sepse dosja e tij ishte e pastër, jo sepse e kaluara e tij ishte fshirë me përpjekje, por sepse zemra e tij ndryshoi drejtim. Pse u fal? Sepse kërkoi dije, dhe dituria i tregoi derën që ignoranca e kishte vulosur. Sepse e braktisi mëkatin, nuk gërvishti për të, nuk e justifikoi, iku prej tij, sepse ai synoi pendimin, jo si një mendim, por si një vendim që i lëvizi trupin, sepse lëvizi drejt Allahut. Edhe pse nuk arriti për sosmërinë, nuk rindërtoi atë që shkatroi, nuk jetoi mjaftueshëm për të balancuar peshoren e tij. Por pendimi nuk matet me rezultate, matet me sinqeritet.
Ai nuk ndryshoi të kaluarën e tij. Ai ndryshoi drejtimin e tij. Dhe kur një shërbëtor kthehet me sinqeritet, Allahu nuk pret përfundimin. Allahu i takon me mëshirë. Allahu bën pjesën tjetër. Nëse Allahu e fali atë, kush jeni ju të besoni se mëkatet tuaja janë shumë të rënda? Nëse Allahu hapi derën për një njeri, duart e të cilit ishin njollosur me gjak, çfarë justifikimi mbetet për ju? Mos lejoni shejtanin t'ju bind se keni shkuar shumë larg, se e kaluara juaj ju diskualifikon, se mëshira ka kufi, nuk ka. Pendimi nuk ka të bëj me atë që ishit, nuk ka të bëj me sa kohë vonuat, nuk ka të bëj me sa herë keni rënë. Pendimi ka të bëj me drejtimin. Ktheni zemrën tuaj, braktisni atë që e zemëron Allahun. Bëni një hap të sinqert dhe Allahu do t'ju vijë me mëshirë më të madhe nga sa mund ta imagjinoni. Nëse kjo histori ju kujtoi se dera e Allahut është ende e hapur për ju, abonohuni te Kisa Vers për histori që zgjohin zemrën dhe ju sjellin sërish tek Allahu. Deri në historinë tjetër, ecni drejt Allahut.